prap. Më vunin Prap do të shtosh edhe jashtë. Më vunin dilemë. Asaj do e nxjerrim në ankant, do i vëmë një çmim. Durata të në shitur se Ore, më duket se iku i nuse pashkës tani. Ja, po ti kompozoj tani njërë, po e ti si bën apo? Me muzikë mrena. Ore, iku i nuse pashkë, po thënë. Tani ta kompozon tufën e lullet duke sikur po kërcet në plonin kur e shef. 2 goditje sot. 2 goditje sot. Si është 2 gëzime një ditë, sot e ka pas 2 goditje një ditë. Ja, 2 goditje trona ka po. Shumë ditë në një gëzim. Si bën tash, sikur është i mërzitur për Stelinën, prap po e përdor dhe kuriku, se në fakt është i mërzitur që po shikon atë gjën atje. Nuk u lodhe më lëmë, po nuk u lodhe duke manipuluar, duke shfrytzuar situata e njerëzit që i afër. Po su lodhe një herë mor qyq. Një herë. Po boll mor boll. Ja, rëndësi ka që doli publik. Po ty Kristi, çfarë të lodh? Çfarë të lodh këtu brenda? Është i punë. Më lodh që fli gjumë. Ajo të lodh. Unë do iki do flë prap. Gjumi të lodh. E kuptuan çfarë ndodh këtu më. Iki do flë prap. U konfirmuar Po në një situatë kështu kok më kok. E mojnë atë. Kok më kok me këto të mirë. Për të qeshur ka mirë të më. Rabi se po kapi. Po nga këto kok më kok. Një nga këto të mirë, do thuaj një situatë që të lodh, po të lodh vërtet ama. Do lodhem prap të fjeç. Do ngrihem prap të shikoj mirin në këtë prap. Do mbaj deri nesër të lirë. Këtë qëndrimin kështu kemi thotë. sponsorat. Do flë prap. Gadak. Do flë prap. Do lodhem prap. Do vi do ç'lodhem prap me këta. Do lodhem me këta. Do flë. Këtë pun kam unë. Thua, atë keqen unë. Ashtu.